Titujt kryesor të gazetave e premte 28 nëntor 2014. Gazeta Panorama, afati i Aluizni, legalizimet, formularat e deklarimit të shtëpive. Agjencia e legalizimeve tregon kategoritë e atyre që kanë ndërtuar pa leje, të cilët duhet të deklarohen brenda 31 dhjetorit. Ja formularët. Partizanët dhe viktimat e regjimit në qendër të Tiranës, Fisher jo nderime për Enverin, qeveria në Vlorë për pavarësinë, Bashkia në Tiranë, fotot e çlirimit në 28 nëntor 44 të oficerëve britanik. Kërcënohet në rrugë vajza e deputetit Peza, autori në polici, konfliktin e ka me Taatin për pronat. Miratohet buxheti, Braçe Fino sherr në kuvent për kështimin e 4 në punësve. Nishani kundër, guvernatori huaj mazhoranca ndryshon ligjin. Te namazgjaja, Rama jep lejen për xhamin e madhe, pronarët në gjyq. Opinion 28 nëntor 2014, kujtimit e një viktime. Bota e irisit që ka përcen irisin. Festojmë çlirimin, por a festojnë të çliruarit? Vendimi, gjykata shpall të pafajshëm Gjikën, nuk u provua akuza dhe përfitimi. Kultur do vë bast për Nobelin e Kadares. Gazeta Shekulli, arsim si ndahen 2278 vende pune, mbyllen aplikimet online, zbardhet grafiku i vendeve të lira në arsimin parauniversitar. Mundësi më të madhe punësimi, profilet e edukimit fizik dhe të arsimit fillor. Përgjimet në zyrë, favoret seksuale nga mësueset, drejtoresha, ky do gjithçka për vete. Përgjimet disa mujore të policisë në zyrën e drejtoreshës së arsimit, detajet skandaloze se si Liza Tabaku komentonte favoret seksuale nga mësueset, dëshmia e njërës prej mësueseve për takimet në motel, si u merrte lek nga 2 herë për t'i emëruar dhe për të mos i larguar, Rama, lushnja Maja e Icebergu që do ta bëjmë cop-cop. Miratohet buxhetit e paketa fiskale, Fino Braçe sherr për 4 inspektor. Tiranë, adoleshentja seks në grup arrestohet i dashuri dhe babai i tij. Mohimi i luftës dhe rikthimi i Hoxhës. Sherri kërcënohet me jetë vajza e deputetit të PS-s Dashamir Peza. Aktivitetet, Nishani dhe Basha festojnë vetëm 28 nëntorin. Reportazhi, materniteti dhe spitali i Sarandës, vende ideale për të vdekur. Kristof Rashri, stigmatizimi i Hoxhës, logjik antihistorike. Eles Selimi, vaksina polivalente bakteriale që u mban larg spitalit. Gazeta Shqiptare, harta e drogës, 6 pika kufitare ja rrugët e trafikut, zbardhet raporti, s'ka kanale trafikimi me Maqedoninë dhe Kosovën. Import-eksporti i mallit me Italinë, Greqinë dhe Malinezin, 91 të arrestuar në muajin tetor, u kapën 1 tonë gjysmë hashash dhe 14 kg heroin. Bernd Fischer pati luftë civile, Milo, Teza, atentat ndaj luftës antifashiste nacionale shërimtare. 70 vjetori i çlirimit si e shohin dy historianët. Kërcënohet vajza e deputetit të PS-s Dash Peza. Gjika pa faj, gjykata nuk u provua faj nga prokuroria. Recep Qosja, protesta e PD-s, opozita kërkon anarki politike. Territori, Fino nervozon Braçen, Meta replik me Ramën. PS, ndryshim ligjit të Bankës së Shqipërisë të hiqet kriteri nënshtetësisë. Kërkohen 232 mësues të gjuhës angleze. Ministria e Arsimit 2281 vende bosh në arsim, ndarja për çdo profil. Shkodër zbardhen 1750 dosje pronash që nga viti 93, ja kush përfitoi. Hapja e dosjeve dhe diabolizmi i Ramës. Pavarësia, dokumenti origjinal në pamjen e nëntorit 1937. Shqiptarja.com, intervista ekskluzive Femi Abdiu, sigurimsat janë prezent në çdo parti. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese sqaron në një intervistë për gazetën historikun e ligjit të lustracionit në këto vite dhe lojën e partive politike. New York Times, do vë bast për Nobelin e Kadares derisa të jetë gjallë. Arsimi, mësuesit shpallen vendet vakante për çdo lëndë. Guvernatori mund të jetë edhe i huaj, PS ndryshon ligjin. Një ditë me Dom Ernest Roshanin, martinin e gjallë. Satir politike, vetëm tim mos fol o mbreti Zullumit, një pritje e kot, faktet e reja, Reuters, ja si luftuan çamët kundër fashizmit. Miratohen buxheti 2015 dhe paketa fiskale, kryeministri Edi Rama sqaron se 3 taksat që rriten sprekin qytetarët. Gazeta Dita, ekskluzive, Ilir Hoxha një përgjigje zotit Arvizu, bisedë me djalin e madh të Enver Hoxhës, lufta antifashiste për vjetori 7-10 dhe Jati, si e shpjegon ai shfaqjen e portreteve të Enverit dhe reagimi i tij ndaj deklaratës së ambasadorit të SBA-s. Dallimi i vërtet mes monstrës dhe burrit të shtetit, pseja e nostalgjizmit të sotëm, çfarë ndërtoi socializmi dhe çfarë ka bërë politika e këtyre viteve. Historia që nuk mund të shkruhet nga mysafir, Enveri aleati amerikanëve në luftë, shërbimi që i bëri SBA-s duke hequr bazën sovjetike. 2278 vende të lira pune në mësuesi, Mas publikon ndarjen sipas profileve. Panajiri librave të shqitur pa u shkruar. Sa më shumë bujq, aq më pak horra. Petër Lukas, dita e parë e komunistëve në Tiranën e 44-s, si u organizua hyrja në kryeqytet, si reagoi populli i Tiranës, festime dhe pushkatime, gjendja e rëndë ekonomike, takimet e komunistëve në legatën amerikane, ekspozimi i bunkerëve dhe i diktaturave, refleksi kundër totalitarizmit vjen duke ditur dhe kuptuar.
Gazeta Tema, hetimet e prokurorisë, Fullani nën akuzë edhe për 6 tendera me vlerë 3 milion euro. Balla, Xhelal Mziu nuk paguan faturat e energjisë. Erion Braçi kërkon në kuvend arrestimin e kryebashkiakut të Kamzës. Rama jep lejen e xhamisë KMSH-s, tani e keni vetë në dorë, s'ka zvarritje nga politika. Kuvend miratohet me 81 vota pro buxhetit dhe paketa fiskale e vitit 2015. Editorial nga Mero Baze, këtë trembeti Rama kur flet kundër korrupsionit. Christian Lorenzen do të vëbas për Nobelin e Kadares derisa ai të jetë gjallë. Nezhmedis Fahiu, nacionalizmi. Kërcënohet me jetë vajza e Dashamir Pezës. Antena brenda familjes, letër proteste e Xhelal Mzatit drejtuar qeverisë për punë të dritave. Shpëtim Gjika shpallet i pafajshëm. Gazeta Mapo, konflikti me presidentin, majoranca projekt sekret për zgjedhjen e gjykatësve. Një grup deputetësh të PS-LSI para 2 ditësh kanë paraqitur pa zhurmë në kuvend një projekt ligj që ndryshon mënyrën e përzgjedhjes së kandidaturave për anëtar të gjykatës së lartë. Reagimi i presidencës. Presidenti nuk mund të jap konsensus për një ligj për të cilin shprehet me dekret. Së dyti, presidenti nuk ka dieni se çfarë përmban projekt ligji. Dhe së treti, se mënyra e përzgjedhjes dhe emërtimit të gjyqtarëve të lartë është e paraparë në kushtetutë dhe në vendimin e gjykatës kushtetuese. Meta nuk i jep fjalën Ramës për procedurë, flas me Ruçin. Miratohet buxheti, Braçi lë sallën në kuvendit. Konkurset për mësuesit, kriteret për 2278 vendet e lira. Politikanë dhe biznesmen diskutime për investimet e huaja. Guvernatori edhe shtetasi huaj. PS ndryshon ligjin për bankën. Do të vëbas për Nobelin e Kadares derisa ai të jetë gjallë. Pse fitoi Hashim Thaçi e pse humbi PDK? Dosjet të hapen sa më shpejt dhe të gjitha. Shpëtim Gjika i pafajshëm, gjykata nuk provohet falsifikimi. Basha instalacion me viktimat e komunizmit. Rifillon xhamia e madhe e Tiranës, sërish ka përplasje. Gazeta Shqip, kalon buxheti, rriten 3 taksa, socialistët rrëzojnë amendamentin e LSI-s, por votat nuk ndahen. Parlamenti pa opozit miraton me debate brenda llojit 2 ligjet më të rëndësishme financiare, Basha goditen qytetarët. Don Kishoti Berisha dhe revolta anti-shtet. Presidenti Nishani kam 7 emra për guvernator. Si do të rritet ekonomia, po të ardhurat e mia? Gjika e kalon me shkelje administrative, gjykata jep pafajësi kryebashkiakut të Vlorës dhe Vartësve, bien akuzat për falsifikim dokumentesh. Rama u dorëzon muslimanëve lejen për xhamin e re. Kërcënohet vajza e deputetit të PS-s Dashamir Peza. Festa e pavarësisë bashkon krerët e shtetit në Vlorë. Pasardhësit e Ismail Qemalit telashe edhe sot. Policët e Rrem grabisin 12 milion lek. Masakrat në Pyje po i bëjnë kompanitë të licencuara. Shqipëria mbetet në vazon e 4 për shortin e botrorit. Gazeta 55, Rama i verbër drejt shkatrimit të vendit. Kristaj që Rama ju bëj thirrje të reflektoni, nuk keni nga shkoni. Fakti, pabesia e Ramës ndaj biznesit fason rrëzojnë propozimet për subvencione qeveritare. Nishani shqiptarët po e presin 28 nëntorin si një faktor kyç i paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Gazeta Sot, Rama përplaset me Ilir Metën në parlament, kreu i kuvendit deklaron se njeh vetëm Gramoz Ruçin si përfaqësues të PS-s. Historianët shqiptar përplasen me Bernd Fischer për luftën antifashiste, i rrëzojnë tezën e luftës civile. Kryeministri i kundërpërgjigjet Metës, drejtoresha e LSI në Lushnjë, është maja e korrupsionit në Arsim. Shpallen 2300 vende vakante në Arsim, ja kuotat sipas profileve. Kërkohen 1000 mësues të rinj vetëm për arsimin fillor dhe edukimin fizik. Hapja e dosjeve, ballistët dhe të përndjekurit shpërthejnë kundër Berishës, është lidhur me sigurimin e shtetit, po mbron spionët. Çamët konfirmojnë koalicionin, votojnë ligjin për KLSH-n dhe avokatin e popullit. Kristof Rashëri Enver Hoxha mund të fshihet nga lanç. PKSH hoqi dorë nga programi politik për luftën patriotike. Balli dhe legaliteti bashkëpunuan me gjermanët dhe qeveritarët Quisling. PS-LSI bojkotojnë ceremoninë e veteranëve për lanç dhe Enver Hoxhën, e bie e diktatorit. Lufta nuk nderohet pa udhëheqësim politik. Qeveria 3 milion lek Nishanit për t'i marrë guvernatorin. 29 deputet nisëm ligjore në kuvend për guvernator të huaj. Tirana Observer, ndryshon ligji i bankës, hapet rruga për zgjedhjen e guvernatorit të huaj. E Qeren Bej Vlora, Ismail Qemali dhe historia e flamurit që u ngrit në 28 nëntor 1912. Ekspansioni rus, ndroqi politika të kontribuojë për thithjen e investimeve të huaja në Shqipëri. Rama rasti i Lushnjës, maja e icebergut do të ndryshojë me emërimet e mësuesve. Lufta nacionale çlirimtare, Milo përplaset me amerikanin Fisher. Standard, debati për buxhetin, propozimi i Finos për plas të majtën, Braçi largohet nga parlamenti, Meta replika me Ramën. Del nga arkivi i Marrukëve, zbulohet fotoja e flamurit origjinal të Vlorës, si ishte Shqiponja. Agenda sot aktivitete nga presidenca dhe bashkia, qeveria në Vlorë, nesër në Tiranë. Qeveria kërkon heqjen e nenit për shtetësinë edhe të huajt kandidat. Projekti drejt lirisë përrurohet muzeu virtual. Basha, Enver Hoxha valvitet mbi kokat e Ramës dhe Metës. Gazeta Telegraf, sot kombi shqiptar për ulet para flamurit dhe Ismail Qemalit. Mas shpalli dje vendet bosh për arsimtar në të gjithë Shqipërinë, ja 2278 vendet. Aksidenti rënd me të plagosur dhe të vdekur, gati protesta dhe patit në gjykatat për pronarët, minierat e Bulqizës.
Zëri i popullit, Rama nuk ka rritje taksash dhe çmimesh 81.000 të punësuar më shumë në 2014-ën. Kuvendi miraton buxhetin dhe paketën fiskale 2015. Cani pikëthese në rrugën e rritjes normale të parakrizës. Rritja e të ardhurave jo nga rritja e taksave, por nga lufta ndaj evazionit fiskal. Agjenda e festimeve në 102 vjet pavarësi dhe 70 vjetorin e çlirimit. Nis puna për xhamin e namazgjas, kryeministri i dorëzon komunitetit musliman lejen e ndërtimit. Koha jon, shpëtim gjika dhe tigani i gjykatës. Xhamia e madhe Rama dorëzon lejen te komuniteti musliman. Sherr mes mazhorancës për Finon. Misioni i ri i Isa Mustafës, turpi i urgjencës së Tiranës, një mbledhje dy qeveri, ministri Velia i pagimi i energjisë elektrike ndihmon ekonominë, lufta për naftën sa duhet kushtojë ari i zi. Integrimi, seanca parlamentare miratohet projekt buxheti i vitit 2015 dhe paketa fiskale. Projekt ligji u miratua me 89 vota pro nga të gjithë deputetët. Ministri Gjosha për marrëveshjen me BE-n konkretizoi një arritje të madhe për vendin. Përparim Spahiu, të gjitha arsyet pse votoi pro buxhetit. Rilinja demokratike, Basha drejt lirisë do të startojë më 8 dhjetor. Gjobat dhe kokaina, Olsi Dajak drejtorit, prishja e pazareve të pista vllai i kryeministrit rreth drejtorin. Vllai i kryeministrit Olsi ka rrahur në publik drejtorin antikorrupsion të Ramës Ergjys Hoxha, arsyet e rrajës dhe pse Rama është pengi drejtorit të tij antikorrupsion. Drejtoritë arsimore kthehen në bordello. Buxhet 500 milionë euro për haremin e Ramës. Familja policia na vodhi 13 milion lekët. Pronarët Rama i dhuroi komunitetit musliman tokën që na grabiti. Spitali ushtarak bëhet qeli para burgimit. Gazeta e Sportit, Magani Tiranën po e sulmojnë. Një ditë pas vendimit reagon trajneri Bardhe Blu. Na gjymtuan, por jemi akoma më të fortë. Bulku se lëshojmë kreun. Vilas, më keni parë ende, do shpërthej. Nëntori muaj i artë për zonjën, efekti Allegri po jep frytet e tij. Ancelotti thumbon Liverpoolin nuk do kualifikohen ata për Bazeli. Handanovic super, Inter i bën Mancini durat kualifikimin. Shënon Xhimshiti, ka që jep asist, por shtyhet kualifikimi i tyre. Hysem Pulaku shpallet kampion Evrope në shtytje. Shqipëria humbet 2 vende, është e 50 në botë. Shkëmbi kundër kohës, të gjithë me syt nga kapiteni. Shaqiri, jemi më të fortë se Korçare, do ta tregoj fusha. Ylberzani merr drejtimin e ekipit, e shpëtoi nga rënja. Saki leksion Milanit mund të rikthehet në ekip. Futbolli në Ankth për Pelen është në gjendje kritike. Panorama Sport, revolucion të flamurtari, Idrizi prisni surpriza, do të ketë afrime dhe largime, stafi i ri nuk preket deri në maj. Administratori i klubit Vënjat paralajmëron ndërhyrje në janar. Ervin Skela do rrezikojë Astolin në kombëtaren e Debiazit. FSHF-ja apo prokuroria. Nexhipi rrezikon operacionin. Klubet kundër dënimeve kolektive. Pulaku nën kampion Europe por nuk merr shpërblim. Interi ja del me 10 vet shkëlqejnë shqiptarët. Milan Maldini dhe Shilio pas arcim. Barcelona Deco nxjerr sekretin, Messi do ik nga Barca.